gjërat që i ndodhin trupit të njeriut pasi agjeron. Trupi përdor kohën e agjerimit për të hequr kolesterolin e keq nga venat e zemrës dhe gjakut. Gjatë kohës së agjerimit, stomaku, lukthi, pastron veten nga papastërtitë e grumbulluara. Veshkat rrisin sasinë e nxjerrjes së kripës dhe ujit. Truri krijon masa mbrojtëse ndaj sulmit në tru dhe stresit. Agjerimi zvogëlon rezistencën ndaj insulinës duke ulur rrezikun e diabetit të 2.